kompjuteri yt është i ngadalt dhe nuk kupton pse, një komand Windows zgjidh gjithçka dhe shumica nuk e din që ekziston. Shtyp Windows plus R, shkruaj perfmon/report dhe prit 60 sekonda. Kaq. Windows do bëj një skanim të thellë të gjithë sistemit, hardware, procese, software. Kur të hapet raporti, ke gjithçka para syve. Të gjitha që ngadalësojnë PC-n tënde, software që nuk përgjigjen, driver që mungojnë, gabimet me shkaqe dhe zgjidhje direkte. Nëse mesazhet dhe gabimit të duken si arabisht, kopjoj në Google ose hidhja ChatGPT-s dhe do të tregoj saktësisht se çfarë të bësh. Sepse unë e di që ti ke 6 dritare të hapura dhe një 3 programe në background dhe po ankohesh që kompjuteri jot është i ngadalt, por asnjëherë nuk e ke kontrolluar. Ruaje videon tani se do harroni komandën dhe pastaj do më shkruani nuk e gjeta. Dhe mos haro, futi një follow.